Doli Chati GPT italian, EMA, por u shkatërua brenda një dite. Ju mendoni se nuk ka programator dhe chate apo aplikacione që nuk ndërtohen në Evropë? Po, ka, por duhet patur parasysh disa gjëra vërtet thelbësore, sepse disa njerëz, ndoshta edhe pse janë talent, duhet që të kenë informacionet bazë. Ndaj dhe ne këtu shpërndajmë gjithmonë informacione kur themi që informacioni është dije dhe dija është pushtet. Atëre, para pak ditësh doli një aplikacion, një chat si për shembull ChatGPT, dhe quhej, sepse e bllokuan me njerë, quhej EMA. Por çfarë ndodhi që e bllokuan dhe si u zhvillua ky chat? Atëre, chati filloi në vitin 2023 dhe ishte një startup. Dhe startupi ishte për të bërë një chat, pra eksaktësisht si ai chati që ishte pra ChatGPT-ja. Por ka një problem, sepse ti nuk mund të kopjosh dot një chat tjetër. Pra nuk mund, është si një, për shembull, ti bën një makinë, përdor një makinë dhe ta marrë njëri eksaktësisht identësisht dhe ta bëj ai. Nuk lejohet, sepse ka disa rregulla internacionale që nuk mundet. Dhe çfarë bën? Ata duhet ta bënin nga fillimi dhe kështu që hapën këtë startup duke kërkuar investitor. Dhe të gjithë investitorët me 2 programator italian, pra çdo gjë italiane, morën pjesë në këtë chat. Pra investuan fillimisht rreth 290.000 euro. Mirë, po me 290.000 euro nuk bën dot asnjë aplikacion, jo më një chat. Dhe do t'ju them se çfarë ndodhi. Ndodhi diçka e bujshme që unë dua t'ja u tregoj. Duhet të dini që edhe në Shqipëri ka programator të mëdhenj. Është e vërtet kjo. Ka programator të mëdhenj dhe ka edhe njerëz që kanë bërë dhe aplikacione. Por nuk mund të vazhdoj një aplikacion për shumë arsye, sepse duhet të kesh baza. Bazat janë fillimisht programi që ti krijon. Dhe pastaj edhe për ta mbajtur atë, sepse nuk është vetëm që ti ideja që vetëm ti ta krijosh, por është ta mbash. Dhe mirëmbajtja është akoma më e vështirë, sepse duhen servera të fuqishëm. Me fjalë, merreni me mend, kjo EMA kur doli para pak ditësh, siç ju thash, 60.000 kërkime brenda një dite, sepse një ditë doli dhe pastaj e mbyllën. 60.000 kërkime brenda një dite. Dhe psoi një kolaps total. Por nuk ishte problemi këtu, sepse ata ishin përgatitur me servera, me të gjitha çdo gjë italiane. Por ishte problemi kryesor i kërkimeve. Sepse në kërkimet që bënin njerëzit, thoshin ti mundesh që, sepse u fut dhe policia pasaj edhe shteti, si thua, i thonë chatit, mund të kesh marrëdhënie me një fëmijë, për shembull, dhe ai thot po, është normale, thoshte chati. Mundet një fëmijë që të shojë armë në shkollë, për shembull? Po, është normale. Pra nuk kishte bazat dhe me fjalë pyetjet që duhet të ishin të ndaluara deri në një farë moshe. Pra ishin të papërgatitur, me pak fjalë. Bile, para pak javësh, doli edhe një aplikacion, jo një aplikacion, por një program që gjeneron foto dhe video. Zakonisht ne bëjmë këtu foto dhe video, dhe ndonjëherë futemi në chat që të formojmë një foto të një alieni, për shembull, apo të njeriu që mos të jetë i njeriu normal, sepse tani për privacy është një problem. Dhe doli ky, se isha i pari, një nga të parët që e pash, dhe doli ky Gjene, që thuhet Gjeni. Shkova dhe kërkova. Fillimisht thoshte që duhet patur kujdes, thoshin disa që e kërkonin, sepse ti mund të vendosësh çfarë të duar ty dhe të bën fotografi edhe nudo. Në fakt e provova, them të vërtetën, dhe ishte kështu, pra nuk të ndalonte. Mirë po, për 3 ditë ja mbyllën. Ndoshta edhe ishin edhe 4 ditë që ja u mbyllën, pikërisht pra për këtë. Sepse në Amerikë bëhet një kontroll total, pra qoftë i motorit të kërkimit, por edhe të vetë shtetit. Pikërisht pra për të ruajtur adoleshentët, për të ruajtur fëmijët. Dhe e njëjta gjë pra që ndodhi edhe me EMA-n, pra me këtë chatin italian. Por problemi ishte që nuk kishte kush të ndalonte. Kush do të ndalonte, sepse nuk ka këtu një autoritet pra që të mund të mbrojë linjën, për shembull aplikacionet apo chatet. Vetëm Amerika e ka. Në fakt aty ku lindi, sepse pikërisht aty lindën aplikacionet, lindën rrjetet sociale, lindën çdo gjë. Pra, në qoftë se dikush mendoni që në Evropë nuk ka chate të tilla ose aplikacione, gabojeni. Por problemi nuk është vetëm që ti
përgatitesh ato, pra ti nxjerrësh në treg. Problemisht që ti mbash, sepse ato çka ka mbrapa janë akoma më të vështira. Bile do t'i them, në një ditë, pra 60.000 kërkime që u bën në këtë chatin, pothuajse u bllokua, pra krijoi një bug, u bllokua një blackout, pikërisht sepse nga lëvizjet e mëdha hardware u nxen kaq shumë sa që krijuan probleme të rënda, sa që nuk mundeshin që të lëvizte chati. Kaq vështirësi kishte nga influenca e madhe. Dhe nuk është se ata nuk ishin përgatitur. Ishin përgatitur, por përgatitjet e tyre duhet ishin akoma më të mëdha, pra të ishin të një fluksi shumë më të madh se sa 60.000. Çdo të thotë kjo. Me një fjalë ata ndoshta e kishin përgatitur sepse duke qenë dita e parë dhe pastaj java e parë, ndoshta ishin përgatitur për rreth 50.000 e zëmë, 50.000 kërkime, sepse ishte fillimi. Derisa ta merrnin vesh njerëzit, ata s'bën asnjë publicitet. Ishte shumë i vogël, me fjalë disa që e dinin. Dhe ata ndoshta e kishin bërë këtë për një kapacitet 50-60.000 ose ndoshta 100.000 kërkime. Por po sikur të kishin 1 milion klikime, çfarë do të ndodhte me këtë chat? Dhe sikur të kenë mbi, siç e ka për shembull ChatGPT që ka rreth nga 60 milion deri 100 milion klikime në ditë, për shembull, që kishte në hapat e para, se tani ka miliarda çdo ditë. E dini se sa ujë përdoret për të ftohur, pra këto hardware-et dhe këto sistemet e kërkimeve, është merr ta mendosh. Dhe ky është problemi kryesor, pra nuk janë vetëm krijimet e aplikacioneve, si për shembull ky EMA. Ja bllokoi shteti, e bllokoi policia dhe shteti sepse nuk mundet ti me fjalë që të kesh ta lësh të lirë për privacy për fëmijët ose adoleshentët, ose edhe për ato website-et e adultëve, sepse edhe ato ishin të mbledhura, pra që ishin të lira në këtë sistem. Kështu që e bllokuan. Merreni më tani qindra mijëra euro të shpenzuara kot, sepse nuk ka për të bërë kurrë, sepse kur del është e vështirë që një të rikthehet pastaj sërish, pra një klient të rikthehet sërish, ose një users, si quhet. Kështu që duhet patur parasysh për këto raste, sepse janë përdorime ndonjëherë këto të rrjeteve sociale edhe të dëmshme, qoftë për ne personalisht, por edhe për familjet tona, për fëmijët tanë. Kështu që ndaj duhet patur kujdes. Megjithatë doja t'ju pyesja juve, çfarë aplikacionesh ose çfarë sistemesh kanë krijuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni apo Mallzi nga duart e një shqiptari? Si mendoni? Kush e ka krijuar? Përveç Mira Muratit po flasim, sepse Mira Murati ishte high class tani, në nivel të lartë, dhe fakt ajo shkoi në Amerikë për ta bërë atë që krijoi. Pra një perandori. Dhe sa afërmi do krijoj një perandori tjetër. Por doja t'ju pyesja, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mallzi, çfarë kanë krijuar ndonjë gjë të madhe, të fortë që të jetë jo vetëm e dobishme për ne, por edhe për mbar Evropën? Pres komentet tuaja, kalofshi një ditë bukur dhe pushime të këndshme kudo që jeni.